Zeshineja e Fierit dhe Erdit Bidoj Delvinës kanë rezultuar si deputetët me impaktin më të madh në grupin e të rinjve që hynë në parlament për Partinë Socialiste sipas një sondazhi të fundit të zhvilluar nga vetë majoranca. Thuajse të gjithë të tjerët që nga Neo Malsoria e Shkodrës e deri te profesoresha Luarasi, e cila rri gjithë ditën nëpër televiziona, rezultojnë personazh pas një impakt publik. Sipas materialit të hartuar nga ekspertë të njohur të sondazheve, pas 6 muajsh, të rinj që Edi Rama ka futur në PS me justifikimin e zëvendësimit të elitave rezultojnë më të panjohur tani që janë deputet se sa kanë qenë më parë. E sjell me bujë në parlament, administratorja e një bujtine e Buzdrinit u bë personazh nga disa media të huaja me bustin e marketingut të qeverisë. Por Mariana Koçeku, sapo u bë deputete e qarkut Shkodër, ka pasur një rezultat zero duke mos folur asnjëherë në kuvend dhe duke mos pasur aktivitet të dukshëm as në rrjetet e saj sociale në komunikim me publikun. Pedagogja dhe zyrtarja e shoqërisë civile Iris Luarasi, deri para se të hynte në parlament, ishte çdo natë ditë në televizione duke mbrojtur Edi Ramën, aq sa konsiderohej nga kundërshtarët si një patronazhiste. Por me të hyrë në kuvend, profesoresha nuk ka folur fare. Madje edhe në rrjetet sociale ka një aktivitet thuajse minimal. Në ditën e Krishtlindjeve ajo uronte elektoratin e saj me një dekorim ultra luksoz festiv, ku vetëm zbukurimi i pemës kushton më shtrenjtë se një pagesë pensione. Për të mos folur për anonimët e tjerë, të cilët nuk kanë arritur dot as të dihen nëse janë apo jo deputet, bëri përshtypje dalja e një deputeti të Elbasanit, Ermal Elezi, kur foli për buxhetin. Fjalimi i tij nuk i afroi as pak atij të një socialisti baze që të jep ujë me bish të lugës kur flet për Edi Ramën. Me një leksik të dobët, argumente zero dhe pas një vijë logjike, Elezi ka ardhur i fryrë në parlament nga kuzhina e propagandës së qeverisë, pasi ka shërbyer për një kohë edhe si shef kabineti i Lindita Nikollës në Ministrinë e Arsimit. Interesant ishte fakti se në rrjetet sociale të mediave online, gjatë transmetimit live të fjalimit të tij, kishte komente me fishkëllima të tipit "qen ka deputet ky? Po si se kemi parë, po kur u bë deputet ky më 11 maj? Nga hyri mor vlla", e të tjera si këto. I alarmuar nga ky impakt problematik, Edi Rama pezulloi menjëherë daljen publike të të rinjve, nga frika se në këtë situatë kaosi do të ktheheshin në meme, si dikur Bora Muzhaqi. Ai ndaloi kategorikisht çdo postim apo deklaratë të tyre pa orientim nga lart. Ndërkohë porositi një sondazh i cili e përkeqësoi edhe më shumë gjendjen. I nisur për të hequr vetullat, duket se sultani ka hequr syt dhe nuk shikon më asgjë.